Në kazermen Adem Jashari, më 17 prill, u mbajt ceremonia përmbyllëse e garës ndërkombëtare Ushtari më i mirë 2026, e cila u zhvillua në kazermen Skënderbeu në Ferizaj. Kjo garë u realizua nga Forca e Sigurisë së Kosovës dhe ka mbledhur ekipe ushtarake nga vendet e NATO-s dhe shtetet partnere, përfshirë Ajovën e SBA-s, Korps V të SBA-s, Italinë, Kosovën, Kroacinë, Maqedoninë e Veriut, Mbretërinë e Bashkuar dhe Shqipërinë. Pjesëmarrës këta që në garën 2 ditore sfiduan shkallësitë e tyre fizike dhe ushtarake. Ky aktivitet 2 ditor përfaqëson thelbin e profesionit ushtarak, disiplinës, qëndrueshmërisë, vendosmërisë dhe përpakitjes për çdo sfidë operacionale. Kjo garë, e cila zhvillohet në Forcën e Sigurisë e Kosovës, ka marrë një rëndësi të veçantë ndër vite, duke u shndruar në traditë të vlerave dhe një platformë e bashkëpunimit profesional ndërmjet pjesëtarëve vendas dhe ndërkombëtar. Ajo që kemi parë gjatë kësaj gare është pikërisht ky standard, përkushtimi pa lëkundur, disiplinë e hekurt dhe shpirt luftarak i secilit garues. Edhe të timin cilin mirë kemi pas gjatë të kësaj kohës, që nga faza e planifikimit, koordinimit dhe ekzekutimit. Prandaj kemi fjalë me të mira prej Sigurisë Kosovës që na bashkëpunëtorit. Fituesit e vendeve të para vendore e ndërkombëtare e vlerësuan si ndjenjë të mirë pjesëmarrjen dhe fitoren në këtë garë. Është çmim shumë special sepse jam zgjedhur për regjimentin e dytë për një selektimi që nga bona ushtarëve dhe kam arritur që me përfaqësuar regjimentin e dytë që është mas mirë. Gora ka qenë mjaft sfiduese, pjesëtarët kanë qenë përgatitur gjithë edhe ka qenë ndjenjë e mirë me marr pjesë dhe ndjenjë më e mirë për me fitu gorën. Gara shkoi shumë mirë, konkurenca ishte shumë e fortë, mirëpritja ishte e mirë, çdo gjë ishte transparent, ne jemi shumë krenar. Dhe shikojmë garantia edhe më mirë.